Ishte një mbrëmje e ftohtë marsi, kur bota ime u coptua. Dielli kishte perënduar para disa orësh dhe unë isha duke përgatitur darkën në kuzhinën tonë të vogël, të ngrohtë. Era e perimeve të skuqura mbushte ajrin dhe tingujt e zhurmshëm të kartonave të fëmijëve vinin nga dhoma e ndenjës. Djemtë tan, Luka dhe Andi, po luanin me bloqet e tyre të ndërtimit, duke krijuar kështjella imagjinare dhe duke luftuar dragonj të trilluar. Marku, buri im prej 12 vitesh, ishte ulur në tryezën e kuzhinës. Duke i shqetësuar që nga momenti që kishte ardhur në shtëpi nga puna, unë e kisha vënë në re tensionin në shpatullat e tij, mënyrën se si rrotullonte gotën e ujit në duar, sytë e tij që shikonin diku larg në një pikë të panjohur në hapësirë. "Çfarë ka ndodhur?" e pyeta, duke u përpjekur të mbaja zërin e qetë dhe normal. Kishim qenë të martuar mjaft gjatë që unë të njihja shenjat e një shqetësimi të madh. Ai më shikoi dhe në atë moment pash diçka në sytë e tij që nuk e kisha parë kurrë më parë, një përzierje frike, faji dhe diçkaje që dukej si dëshpërim. Zemra ime filloi të rrafte më shpejt. Çfarëdo që ishte, dija se ishte diçka serioze. "Elira", tha ai, zëri i tij pak më shumë se një përshpëritje, "duhet të flasim." Këto 4 fjalë janë 4 fjalët më të frikshme që çdo bashkëshort mund të dëgjojë. "Duhet të flasim" nuk ka kurrë kuptim të mirë. Zemra ime u ngrit në fyt, por u përpoqa të dukesha e qetë dhe normal. "Sigurisht", thash, duke fikur sobën dhe duke hequr dorëzat e kuzhinës. "Le të dalim në balkon që të mos na dëgjojnë djemt." Dolëm në balkonin e vogël të apartamentit ton, ajri i ftohtë i marsit më goditi fytyrën, por nuk ishte ftohtësia që më bëri të dridhesha. Ishte diçka në mënyrën se si Marku po qëndronte, me krahët e tij të kryqëzuar dhe kokën ulur. "Çfarë ka ndodhur?" përsërita, këtë herë me më shumë urgjencë në zë. Ai mori një frym të thellë, sikur po përgatitej të zhytej në ujë të thellë. "Ka diçka që nuk të kam thënë", filloi. "Diçka që kam mbajtur sekret për shumë vite." Stomaku im u bë njyje. Mendja ime filloi të vraponte. Çfarë sekreti mund të kishte mbajtur? Një aferë? Probleme me para? Sëmundje të rënda? "Kam një fëmijë tjetër", tha papritur. Dhe fjalët ranë midis nesh si një bombë. Për një moment truri im nuk mund ta procesonte informacionin. Fjalët dukej si diçka e largët, si të ishin thënë në një gjuhë të huaj që nuk e kuptoja plotësisht. "Çfarë?" arrita të them përfundimisht, zëri im i përpunuar. "Kam një fëmijë tjetër", përsëriti, këtë herë duke më shikuar drejt për drejti në sy. "Kam një djalë. Emri i tij është Ardit. Ka 8 vjeç." 8 vjeç. Llogaritja automatikisht në kokën time. 8 vite më parë. Luka kishte 4 vjeç dhe unë isha shtatzën me Andin. Ne ishim të lumtur, apo kështu mendoja unë. Si kishte mundësi që ai të kishte një fëmijë tjetër? Si, kur, me kë? Fjalët dolën në copra të shkëputura, truri im nuk ishte në gjendje të formulonte një pyetje të plotë. "Emri i saj është Mira", tha Marku, zëri i tij i përmbajtur dhe i kontrolluar. "E takova në një konferencë pune në Tiranë 8 vite më parë. Ishte një gabim, një moment dobësie. Asgjë më shumë." Një gabim, një moment dobësie. Këto fjalë dukeshin aq të thjeshta, aq banale për të përshkruar diçka që kishte rezultuar në një fëmijë, në një jetë tjetër që ekzistonte diku atje, të panjohur për mua. "Pse tani?" pyeta, duke ndier një dhimbje të thellë në gjoks. "Pse do më tregon këtë tani, pas 8 vitesh?" Ai heshti për një moment, duke shikuar në qytetin e ndriçuar poshtë nesh. "Sepse Mira po vdes", tha përfundimisht, zëri i tij duke u thyer. "Ka kancer në fazën e fundit. Ka vetëm disa javë dhe ajo dëshiron që Arditi të ketë një lidhje me të atin e tij biologjik, përpara se të jetë shumë vonë." Bota filloi të rrotullohej. Mbështeta në murin e balkonit, duke u përpjekur të kapesha. Një fëmijë tjetër. Një grua tjetër. Një jetë tjetër që ekzistonte paralel me tonën, dhe tani ajo grua po vdiste. Dhe donte që burri im, të ishte pjesë e jetës së djalit të tyre. "Si e mbajte këtë sekret kaq gjak?" pyeta, duke ndier lotët që fillonin të rrjedhin në faqet e mia. "Si mundesh të jetosh me këtë?"
E di që nuk ka justifikim, tha ai, duke ardhur më afër, por pa guxuar të më prekte. E di që të kam tradhtuar në mënyrën më të keqe të mundshme, por në atë kohë nuk dija si ta thoja. Sa më shumë që kalonte koha, aq më vështirë bëhej, dhe pastaj Mira nuk më kontaktoi kurrë. Ajo nuk kërkoi asgjë prej meje. Ajo vendosi ta rriste Arditin vet. Por ai është djali yt, thira, duke mos u kujdesur më nëse fëmijët mund të më dëgjonin. Si mund të mos kërkosh të jesh pjesë e jetës së tij? Si mund të jetosh duke ditur se ke një fëmijë atje dhe të mos bësh asgjë? Për shkak se ish afrikak, tha ai. Zëri i mbushur me pendim, sepse nuk disha ta humbasja këtë familje. Ju jeni gjithçka për mua, Elira, ti, Luka dhe Andi. Nuk mund ta imagjinoj një jetë pa ju. Dhe e dija që nëse ta thoja të vërtetën, do të humbasja. Qaja tani, lotët e mi rjedhin lirisht. Gjithë jeta ime, gjithçka që kisha menduar se dija për martesën tonë, ishte gënjeshtër. Këto 12 vite të lumturisë, të ndërtimit të një familjeje, të planifikimit për të ardhmen, të gjitha ishin ndërtuar mbi një themel gënjeshtrash. Çfarë pret prej meje? Pyeta përfundimisht, duke fshirë syt me dorën e pasme. Çfarë dëshiron që të bëj me këtë informacion? Nuk pres asgjë, tha ai. E di që nuk e meriton faljen time, por Arditi meriton të njohë të atin e tij, dhe Mira meriton të vdes duke ditur se djali i saj nuk do të jetë vetëm. Hyrëm brenda në heshtje. Djemt ende po luanin, të pavetëdijshëm për stormin që sapo kishte shkatërruar botën e nënës së tyre. I shikova dhe ndeja duke u pyetur, si mund t'u shpjegosh fëmijëve të tu që kanë një vëlla që nuk e kanë takuar kurrë? Si mund të duash një burr që të kanë tradhtuar aq thellë? Ajo natë nuk fola më me Markun. Shkova në dhomën e gjumit, mbylla derën dhe rash në shtrat, duke qajër derisa nuk kishte më lot. Ndjeva sikur isha në një ëndër të keqe, nga e cila nuk mund të zgjohesha. Por kjo nuk ishte ëndër. Ishte realiteti im i ri, i tmerrshëm. Nuk fjeta atë natë. Si mund të flija kur bota ime kishte kthyer përmbys. Ndërrova anët në shtrat, duke i revoluar të njëjtat mendime përsëri e përsëri. Pyetjet vinin në val njëra pas tjetrës pa fund. Sa shpesh kishte menduar Marku për këtë fëmijë tjetër? A kishte kontribuar financiarisht? Si e kishte mbajtur këtë sekret kaq gjatë pa u treguar asnjë shenjë? A kishte qenë ndonjëherë në jetën e Arditit pa u kthyer? Sa shumë nuk dija ende. Kur agimi filloi të depërtoi në përperdet, unë ngrita nga shtrati. Fytyra ime në pasqyrë duke e çmendur, sytë e skuqur dhe të entur, flokët e rrëmujshëm, lëkura e zbeth, por dukja fizike ishte problemi më i vogël në atë moment. Hapa derën e dhomës së gjumit me kujdes. Shtëpia ishte e qetë. Marku kishte fjetur në kanape, sipas gjithë mundësive, pjesa e mençur e meje donte të shkoja dhe të bisedoja me të. Të kërkoja më shumë detaje, të kërkoja shpjegime. Por pjesa tjetër, pjesa që ishte e plagosur dhe e zemëruar, donte vetëm të largohej, të mos e shihja fytyrën e tij. Vendosa për këtë të fundit. Shkrova një shënim të shpejt duke thënë se do të shkoja te motra ime, Drita, dhe se do të kthehesha më vonë atë ditë. Mora çelsat e makinës dhe dola nga apartamenti përpara se dikush të zgjohej. Udhëtimi deri te shtëpia e Dritës gjaste vetëm 15 minuta, por ndjehej si një përjetësi. Mendja ime nuk pushonte së menduari. Kisha nevojë të flisja me dikë, dhe Drita ishte personi vetëm në botë me të cilin mund të ndaja çdo gjë. Kur mbërrita, ishte ende herët, pak më tepër se 6:30, por e dija që Drita do të ishte zgjuar. Ajo ka qenë gjithmonë një njeri i mëngjesit të hershëm, një zakon që e kishte trashëguar nga nëna jon. Trokasa derën e saj dhe e prita. Pas disa momentesh, dera u hap dhe Drita doli, veshur me robë dë shambër dhe duke mbajtur një filxhan çaj. "Elira," tha ajo, zëri i saj mbushur me shqetësim kur pa fytyrën time. "Çfarë ka ndodhur?" Dhe aty, në pragun e shtëpisë së motrës sime, coptova përsëri. Ajo më tërhoqi brenda, më udhëhoqi në kuzhinë dhe më ul në një karrige. Pastaj ul përballë meje dhe më kapi duart. "Trego," tha ajo thjesht. Dhe unë i tregova gjithçka.
Fjalët dolën në një rrjedh të papushuar. Çdo detaj të asaj bisede të tmerrshme në balkon, çdo emocion që kisha ndjer, çdo pyetje që më mundonte. Drita më dëgjoi në heshtje, duke mos ndërhyrë, duke më lënë të hidhje jashtë gjithë dhimbjen dhe zemërimin. Kur mbarova, ajo heshti për një moment, duke përpunuar gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Pastaj tha: "E vërteta është më e rëndë se ajo që mendon." E shikova me konfuzion. "Çfarë do të thuash?" Drita mori një frymë të thellë. "Ka diçka që duhet të dish, diçka që kam zbuluar rastësisht para disa muajsh, por nuk kam pasur guxim të ta them sepse nuk e dija nëse ishte e vërtetë apo jo." Zemra ime filloi të rrahte më shpejt. "Çfarë?" "E kujton kur shkova në Tiranë në nëntor për konferencën e arsimit?" pyeti ajo. Tundëm kokën. E kujtoja. Drita punonte si drejtore në një shkollë fillore dhe shpesh merrte pjesë në konferenca dhe trajnime profesionale. "Isha në një kafene afër hotelit ku qëndroja," vazhdoi ajo, "dhe pash Markun. Ai ishte ulur në një tavolinë me një grua dhe një djalë të ri. Në fillim mendova se mund të ishte një takim pune, por mënyra se si po bashkëvepronin nuk dukej profesionale. Kishte diçka shumë familjare." Stomaku im u bënye përsëri. "Pse nuk më tregove?" "Sepse nuk isha e sigurt," tha ajo shpejt. "Mund të kisha keq kuptuar situatën dhe nuk desha të krijoja probleme në martesën tënde bazuar në një supozim, por tani që e di për Arditin dhe Mirën." "Ai po shkonte ta vizitonte," thash ngadalë duke e kuptuar. "Nuk ishte hera e parë, ai ka qenë në jetën e tyre gjithë këtë kohë." Drita tundi kokën. "Mendoj se po. Dhe ka diçka tjetër." "Çfarë?" pyeta, duke mos qenë e sigurt nëse mund të duroja edhe një zbulim tjetër. "Djali dukej shumë i lumtur me të. Ata po qeshnin së bashku, po ndanin ëmbëlsira. Dukej si një familje e vërtetë." Fjalët e saj më goditën si një goditje fizike. Marku kishte qenë duke jetuar një jetë të dyfisht, duke qenë bashkëshort dhe atë këtu me mua dhe djemt tan, dhe pastaj duke luajtur të njëjtin rol me Mirën dhe Arditin. Sa shpesh kishte gënjur për udhëtime biznesi. Sa takime pune ishin në realitet vizitat e familja e tij tjetër. "Ka më shumë," vazhdoi Drita, zëri i saj duke u bërë edhe më i butë. "Gruaja, Mira supozoj, dukej e sëmur atë ditë. Ishte e dobut, e zbeht. Mendoj se Marku ka ditur për smundjen e saj për disa kohë. Kjo ma bëri më të keqe. Ai kishte ditur se ajo po vdiste dhe nuk më kishte thënë asgjë derisa situata ishte bërë e pashmangshme. "Çfarë duhet të bëj?" pyeta përfundimisht, duke ndjerë veten plotësisht të humbur. Drita më shtrëngoi duart. "Nuk di," tha ajo me sinqeritet. "Kjo është një situatë e tmerrshme dhe nuk ka përgjigje të lehta. Por çfarëdo që vendosësh, do të jem këtu për ty, gjithmonë." Qëndrova me Dritën për pjesën më të madhe të ditës. Ne folëm, qam, pim sasi të pamundshme çaj. Ajo më ndihmoi të filloj të procesoj gjithë këtë realitet të tmerrshëm që më ishte shfaqur papritur. Rreth orës 4 pas dite, vendosa të kthehesha në shtëpi. Nuk mund të shmangja Markun për gjithmonë, dhe djemt do të ktheheshin nga shkolla së shpejti. Pavarësisht se çfarë po ndodhte midis meje dhe Markut, djemt tan kishin nevojë për stabilitet dhe normalitet. Kur hyra në apartament, Marku ishte në kuzhinë, duke përgatitur drek për djemt. U kthye kur më dëgjoi të hyja, fytyra e tij e mbushur me shpresë dhe frikë. "Elira?" thai. "Ku ishe?" "Isha i shqetësuar." "Isha te Drita," thash ftohtë, duke mos e shikuar në sy. Ajo më tha se të ka parë në Tiranë në nëntor, me Mirën dhe Arditin. Fytyra e tij u zhbeh. Oh, përsërita. Zëri im duke u ngritur pavarësisht përpjekjeve të mia për ta mbajtur të qetë. "Kjo është gjithçka që ke për të thënë? Jo vetëm që ke pasur një aferë dhe një fëmijë të fshehtë, por ke qenë aktiv si në jetën e tyre këto vite. Sa herë ke gënjur për udhëtime biznesi? Sa mbledhjeve imagjinare ke shpikur?" "Nuk ishin imagjinare," tha ai me pauza. "Kishin mbledhje reale, por zgjata qëndrimin për të kaluar kohë me ta. Nuk ka qenë shpesh, vetëm disa herë në vit."
Vetëm disa herë në vit, përsërita me ironi. Oh, mirë atëherë. Kjo e bën plotësisht të pranueshme. Nuk po them që është e pranueshme, tha ai duke ardhur më afër. Asgjë nga kjo nuk është e pranueshme, por doja që Arditi të më njihte. Ai është djali im, Elira, nuk mund thjesht të pretendoj se nuk ekziston. Por ke pretenduar, thirra. Ke pretenduar përballë meje për 8 vite. Ke pretenduar përballë Lukës dhe Andit. Ne kemi qenë duke jetuar në një gënjeshtër të plot. E di, tha ai, zëri i tij duke u thyer. E di dhe jam i turpëruar. Çdo ditë kam jetuar me këtë bar faji. Çdo herë që të shikoja në sy, që luaja me djemt, që thoja të dua, di që isha hipokrit, por nuk dija si ta ndreqja. Sa më shumë kalonte koha, aq më e pamundur dukej. Nuk dija çfarë të thoja. Një pjesë e meje donte ta falur, të kapërceja këtë dhe të vazhdoja, por si mund të besoja ndonjëherë përsëri? Si mund të shikoja në fytyrën e tij pa u pyetur se çfarë të tjerash po më fshihte? Nevojt kohë, thash përfundimisht. Kohë për të menduar, për të kuptuar se çfarë do të thotë kjo për ne, për familjen tonë. Dhe në ndërkohë, duhet të mendojmë për Lukën dhe Andin. Ata nuk e meritojnë të jenë në mes të kësaj rrëmuje. Ai tundi kokën energjikisht. Plotësisht, çfarëdo që vendosësh, do ta respektoj. Por ka diçka tjetër që duhet të dish. Zemra ime u rënda. Çfarë tani? Mira dëshiron të më takoj, tha ai. Ajo dëshiron që ti ta njohësh Arditin përpara se të jetë shumë vonë. Ajo mendon se do të ishte më mirë nëse Arditi mund të njihte gjithë familjen e tij. Një takim me gruan që kishte pasur një aferë me burrin tim, me djalin që ishte rezultati i asaj afere. Ideja dukej e pakuptueshme, absurde. Si mund të ulemi në të njëjtën dhomë dhe të pretendojmë se gjithçka ishte normale? Përpastaj mendova për Arditin, një djalë 8 vjeçar që po përballonte faktin se nëna e tij po vdiste, një djalë që dëshironte të njihte të atin e tij, vëllezërit e tij. Cilado që ishte situata, ai ishte fajtor. Ai ishte vetëm një fëmijë. Do të mendoj për të, thash, edhe pse çdo qelizë trupit tim po bërtiste që të thoja jo. Kaluan 2 javë përpara se të pranoja të takoja Mirën dhe Arditin. Ishin 2 javët më të vështira të jetës sime. Marku dhe unë jetonim si të huaj në shtëpinë tonë, të sjellshëm me njëri tjetrin, për hir të gjëmve, por të largët dhe të ftohtë kur ishim vetëm. Nuk i kisha thënë ende Lukës dhe Andit. Si mund t'ua shpjegoja? Ata ishin shumë të vegjël për të kuptuar kompleksitetin e situatës. Luka kishte 12 vjeç dhe Andi 8, të njëjtën moshë me Arditin. Ky fakt më mundonte veçanërisht. Ndërsa unë isha shtatzën me Andin, duke u përgatitur për ardhin e djalit tim të dytë, Mira po bënte të njëjtën gjë. 2 gra në 2 vende të ndryshme, që prisnin djemtë të njëjtit burr. Ditën e takimit erdhi më shpejt nga sa kisha shpresuar. Marku kishte organizuar që të takoheshim në një kafene të qetë në qendër të qytetit. Një vend neutral ku asnjëri prej nesh nuk do të ndihej shumë i pambrojtur. U veshëm me kujdes atë mëngjes. Doja të dukesha e fuqishme, e kontrolluar. Zgjodha një fustan të thjesht blu të errët dhe një xhaketë të zezë. Mora kohë me makijazhin, duke u përpjekur të fsheh gjurmët e pagjumësisë dhe të qarjes që kishin bërë pjesë të rutinës sime të natës. Marku po më priste të dera kur u zgjima. Je e bukur, tha ai but. Nuk ju përgjigja. Ato fjalë, që dikur do të më kishin bërë të buzëqeshja, tani ndiheshin boshe. Udhëtimi deri në kafene ishte i heshtë. Marku përpiqej disa herë të fillonte një bisedë, por unë nuk isha në gjendje të përgjigjesha në më shumë se monosilaba. Çfarë kishte për të thënë? Çfarë mund të thoshte që do të bënte këtë më pak të tmerrshme? Kur arritëm, i pash menjëherë. Mira dhe Arditi ishin ulur në një tavolinë afër dritares. Mira ishte një grua e hollë, me flokë të zinj të gjatë dhe sy të mëdhenj të kaltër. Dhe sëmundja e saj ishte e dukshme. Fytyra e saj ishte e zbehtë dhe e venitur, trupi i saj duke i brisht. Por ajo ende mbante një bukuri të habitshme, një lloj hirësie të qetë edhe në mes të sëmundjes. Arditi ishte ulur pranë saj,
Një djalë i vogël me flokë të errët e kaçurrell dhe sy që më kujtuan menjëherë Markun. Kishte të njëjtin buzëqeshje të shtrëmbër, të njëjtën mënyrë të rrotullimit të kokës kur po dëgjonte diçka. Ai dukej saktësisht si Andi në të njëjtën moshë. Ky njohje vizuale më goditi si një grush në stomak. Nuk kishte mënyrë për të mohuar se ky djalë ishte djali i Markut. Ngjashmëria ishte tepër e qartë. Ne u afruam në tavolinë dhe Mira u ngrit, duke u mbështetur në karrige për mbështetje. Ajo ishte më e shkortër se sa kisha menduar dhe shumë më e dobët. "Elira?" tha ajo, zëri i saj i butë, por i qartë. "Faleminderit që erdhe. E di sa e vështirë duhet të jetë kjo për ty." Nuk dija si t'i përgjigjesha. Pjesa civile e meje donte të thoshte diçka të sjellshme, të tregonte dhe mshuri. Për pjesa tjetër, pjesa e plagosur dhe zemëruar, donte të bërtishte, të akuzonte, të kërkonte shpjegime. "Po," arrita të them përfundimisht, duke ulur në karrigen përballë saj. Marku ul pranë meje, tensioni në trupin e tij ishte i dukshëm. Arditi po më shikonte me kureshtje dhe pak frikë. Ai ishte mjaft i madh për të ndjekur se diçka e rëndësishme po ndodhte, por ndoshta jo mjaft i madh për ta kuptuar plotësisht. "Ky është Arditi," tha Mira, duke vendosur një dorë mbrojtëse në shpatullën e djalit. "Ardi, kjo është Elira. Ajo është bashkëshortja e babait tënd." Djali tundi kokën drejt meje. "Përshëndetje Ardi," thash, duke u përpjekur të buzëqesh. Nuk ishte faji i tij. Asgjë nga kjo nuk ishte faji i tij. Një kamariere erdhi dhe mori porosin ton. Unë porosita një çaj që dija se nuk do ta pija. Stomaku im ishte shumë i ngatruar për të pranuar diçka. "E di që kjo situatë është e pazakontë," filloi Mira pasi kamarierja u largua. "Dhe e di që ke çdo të drejtë të jesh e zemëruar me mua, me Markun, me gjithçka, por doja të takoja sepse duaj që Arditi të ketë një familje pasi unë të mos jem më." Fjalët e saj ishin të drejtë për drejtë dhe të ndershme, dhe për një moment nuk dija si t'i përgjigjesha. Ajo po fliste për vdekjen e saj me një qetësi që ishte për një herë e habitshme dhe tronditshme. "Sa kohë kanë thënë mjekët?" pyeta, duke ndjerë një valë befasuese dhe mshurie për këtë grua që isha dashur ta urroja. 2, ndoshta 3 javë, tha ajo thjesht. "Kanceri është përhapur në gjithçka, nuk ka më asgjë që mund të bëjnë." Arditi po shikonte në tryezë, duart e tij të vogla të shtrënguara në grusht. Ai kishte dëgjuar këto fjalë më parë dukej, por ato ende e lëndanin. "Më vjen shumë keq," thash, dhe e thash sinqerisht. Pavarësisht nga gjithçka, asnjë njeri nuk meritonte këtë, veçanërisht jo kur kishte një djalë të vogël që vartej prej saj. "Faleminderit," tha Mira, "por nuk të kam thirrur këtu për të kërkuar mëshirë. Të kam thirrur sepse dua që ti të dish të vërtetën e plotë." E shikova me konfuzion. "Çfarë të thuash?" Ajo hodhi një vështrim te Marku, i cili u ngri papritur në këmbë. "Unë mendoj se duhet të shkoj një moment," tha ai, zëri i tij i trazuar. "Arditi, dëshiron të vish me mua? Mund të marrim një akullore." Djali shikoi te nëna e tij, i cili i bëri shenjë me kokë. "Shko zemra ime, do të jem këtu kur të kthehesh." Pasi Marku dhe Arditi u larguan, Mira mu shikoi drejt për drejt në sy. "Ka diçka që Marku nuk e di," tha ajo. "Diçka që askush tjetër nuk e di përveç meje." Zemra ime filloi të rrahte më shpejt. "Çfarë?" "Marku nuk është babai biologjik i Arditit," tha ajo qetësisht. Për një moment, mendova se kisha keq kuptuar. Fjalët nuk kishin kuptim. "Çfarë do thuash?" përsërita. "Marku nuk është babai i Arditit," tha ajo përsëri. "Kur takova Markun në ato konferencë 8 vite më parë, unë isha tashmë shtatzën. 2 muaj shtatzën me djalin e ish të dashurit tim. Truri im luftonte për ta procesuar këtë informacion. Por pse ja e tribuve Markut?" Mira mori një frym të thellë. "Sepse ishi im më kishte braktisur kur zbulova se isha shtatzën. Ai nuk donte fëmijë, nuk donte përgjegjësi, dhe unë isha e dëshpëruar, e friksuar, vetëm. Kur takova Markun, ai ishte kaq i sjellshëm, kaq i kujdesshëm. Ne kaluam një natë së bashku, dhe në atë moment,
Pash një mundësi. Ti gënjeve, thash, zëri im I mbushur me pabesim. Ti I treguve se fëmia ishte I tij kur e dije që nuk ishte. Po, pranova, duke mos u përpjekur të justifikohej. Dhe kam jetuar me këtë faj çdo ditë prej asaj kohe. Por kur Marku zbuloi se isha shtatzën, kur ja thash se ishte I tij, ai nuk më braktisi. Ai nuk kërkoi test ADN-je. Ai thjesht pranoi përgjegjësinë. Por ti nuk e le? Thira, duke mos u kujdesur më nëse njerëzit në kafene po na dëgjonin. Ti le që ai të mendonte se kishte një djalë, ti e bëre atë të jetojë me këtë faj, me këtë sekreti. E di, tha ajo. Lotet filluan të formoheshin në sytë e saj. Dhe nëse do të mund të ktheja kohën, do të veproja ndryshe. Por në atë kohë, isha e dëshpëruar. Mendova se po bëja gjën e dohur për Arditin, duke I siguruar një baba që do ta donte. Dhe Marku e do atë e lira. Pavarësisht në biologjia, ai vërtet e do Arditin, si djalin e tij. Mendja ime po përpiqej të kuptonte këtë kthes të re. Gjithë këtë javë, unë kisha qenë e zemëruar me Markun për tradhtinë e tij, për sekretin e tij. Por tani dukej se ai kishte qenë viktim gjithashtu, e manipuluar, e gënjur. Pse po më tregon këtë tani? Pse jo më herët? Sepse jam duke vdekur, dhe nuk mund të vdes duke lënë këtë gënjeshtër pas. Arditi meriton të di të vërtetën. Marku meriton të di, dhe ti meriton të dish se burri yt nuk të ka tradhtuar në mënyrën që mendon. Por ai ka jetuar me këtë sekreti, argumentova. Ai ka gënjur për vite. Sepse unë e kërkova, tha Mira. Kur Arditi lindi, I thash Markut se doja të arrisja të vet, se nuk doja që ai të ishte pjesë e jetës sonë. I thash se ishte më mirë që familja e tij, familja jote, të mos dinte kur. Dhe ai respektoi dëshirën time sepse mendoi se ishte gjëja e duhur për të bërë. Por pastaj ai erdhi, thash, duke kujtuar atë që Drita më kishte thënë. Ai ju vizitonte? Po, pranoi ajo. Pas disa vitesh, ai më kontaktoi. Tha se nuk mund të jetonte duke ditur se kishte një djalë diku dhe të mos ishte pjesë e jetës së tij. Unë u përpoqa ta ndaloja, por ai insistoi. Kështu që arritëm një marrëveshje. Ai mund të vinte disa herë në vit, por vetëm nëse mbante sekretin. Nuk doja që familja jote të shkatërrohej për shkak të gabimit tim. Ulam kokën në duar, duke u përpjekur të procesoj gjithë këtë informacion. Gjithçka që kisha menduar se dija për situatën, kishte ndryshuar. Marku ende kishte gënjur, ende kishte mbajtur sekrete, por motivet e tij ishin më të komplikuara nga sa kisha menduar. Çfarë do të ndodhë tani? Pyeta përfundimisht. Çfarë pret prej meje? Nuk pres asgjë, tha Mira. Por lutem, kur të vdes, mos e dëno Arditin për gabimet e mia. Ai është një djalë I pafajshëm, që shpejt do të jetë jetim. Dhe edhe pse Marku nuk është babai I tij biologjik, ai është I vetmi baba që Arditi ka njohur ndonjëherë. A e di Arditi? Për biologjinë e tij? Jo, tha ajo. Dhe nuk jam e sigurt nëse duhet ta di ndonjëherë. Marku është babai I tij në çdo mënyrë që ka rëndësi. Por doja që ti të dije, sepse ndjeja se e meriton të vërtetën. Në atë moment, Marku dhe Arditi u kthyen, duke mbajtur kupat e akulloreve të tyre. Arditi po buzëqeshte, por kur shaf fytyrën e nënës së tij, buzëqeshja u zhduk. Mami, je mirë? Pyeti ai duke vrapuar te ajo. Jam mirë, zemra ime, tha ajo duke përqafuar. Vetëm pak e lodhur. E shikova Markun, I cili po më shikonte me shqetësim. Ai nuk kishte ide se çfarë sapo kisha mësuar, se bota e tij ishte gati të tronditej përsëri. Duhet të shkojmë,
thash duke u ngritur. Kjo ka qenë shumë për të procesuar. Mira tundi kokën. E kuptoj. Faliminderi që erdhe, Elira, dhe më fal, të lutem, për gjithçka. Nuk ju përgjigja. Nuk dija nëse mund ta falëra ndonjëherë, ose nëse edhe duhej, por ndërsa shikoja Arditin, këtë djalë të vogël që së shpejti do të humbiste nënën e tij, ndjena diçka që nuk e kisha pritur. Dhe mshuri. Udhëtimi drejt shtëpisë ishte edhe më i heshtë se ai që kishte sjell. Marku po provonte të më lexonte, të kuptonte se çfarë kishte ndodhur gjatë asaj bisede me Mirën, por unë mbaja një fytyrë të pandemonstrueshme. Si mund t'ja thoja? Si mund t'i shpjeguja se gjithë faji dhe turpi që ai kishte mbajtur për 8 vite ishin bazuar në një gënjeshtër? Kur ardhitëm në apartament, djemt ishin ende në shkollë. Kisha disa orë para se të ktheheshin në shtëpi. Dija se duhej të flisja me Markun tani, përpara se të humbiste guximi. Duhet të bisedojmë, thash ndërsa hyra në kuzhinë. Ka diçka që Mira më tha. Ai u ul në tavolinë. Fytyra e tij e mbushur me ankth. Çfarë? Mora një frym të thellë. Arditi nuk është djali yt. Për një moment, ai thjesht më shikoi, sikur fjalët e mia nuk kishin arritur akoma në trurin e tij. Pastaj tha: "Çfarë?" Mira ishte tashmë shtatzën kur ju takuat. 2 muaj shtatzën me djalin e ish të dashurit të saj. Ajo të gënjeu. Ajo la që ti të mendoje se Arditi ishte djali yt, sepse kishte nevojë për një baba për fëmijën e saj. Fytyra e Markut kaloi nëpër një sër emocionesh: shok, pabesim, hutim dhe më pas diçka që dukej si lehtësim. Por unë gjithë këto vite ke jetuar me një faj që nuk ishte i yti për të mbajtur. Ti nuk ke pasur një aferë që rezultoi në një fëmijë. Ti ke pasur një natë me një gruar që të manipuloi. Ai u ngrit dhe filloi të ecte nëpër kuzhinë, duart duke u kapur në flok. Nuk e kuptoj. Pse do të bënte ajo diçka të tillë? Pse do të më gënjente? Sepse ishte e dëshpëruar, thash. Babai biologjik e kishte braktisur. Ajo kishte nevojë për dikë që do të merrte përgjegjësinë, dhe ti isha aty. I sjellshëm, i pranueshëm. Por unë e dua atë djalë, tha ai zëri i tij duke u thyer. Çdo herë që kam shkuar ta vizitoj, çdo moment që kam kaluar me të, ai është bërë i rëndësishëm për mua. Si mund të mos jetë djali im? Dhe aty pash diçka që nuk e kisha pritur. Pavarësisht nga e vërteta biologjike, Marku vërtet e donte Arditin. Ai kishte krijuar një lidhje me atë djalë që shkonte për te ADN-s. Çfarë duhet të bëj? Pyetja ai duke u kthuar te unë. Si duhet të ndjehem për këtë? Nuk e di, thash me sinqeritet. Por mendoj se duhet ta dish që Mira nuk dëshiron që Arditi të zbuloj. Ajo mendon se ti e babai i tij në çdo mënyrë që ka rëndësi. Dhe ajo ka të drejtë. Ti je i vetmi baba që ai ka njohur. Marku ra në karrige, duke u dukur plotësisht i shkatruar. Gjithë këto vite, murmuritja ai. Gjithë faji, gjithë gënjeshtra, dhe nuk ishte as e vërteta. Një pjesë e meje donte ta ngushëlloja, por nuk isha gati ende. Po, ai kishte qenë viktimë manipulimit të Mirës, por ai ende kishte gënjuar për mua për vite. Ai ende kishte zgjedhur të jetoj këtë jetë të dyfisht në vend që të më thoshte të vërtetën. Ka më shumë, thash. Mira po vdes, dhe ajo dëshiron që Arditi të vi të jetoj me ne pasi ajo të vdes. Sytë e Markut u zgjeruan. Çfarë? Jo, ajo nuk mund të... Ajo nuk ka askën tjetër, shpjegova. As një familje, as një mbështetje. Dhe ajo mendon se vendimi më i mirë për Arditin është të jetë me ty, me ne. Por ne nuk jemi, unë nuk jam... Ai nuk mund të përfundonte fjalinë. Ti je i vetmi baba që ai ka, përsërita. Dhe në disa javë ai do të jetë krejtësisht vetëm në botë. Çfarë duhet të bëjmë? Ta dërgojmë në një shtëpi fëmijësh? Marku vendosi kokën në duar. Kjo është shumë. Gjithçka është shumë. E di, thash, por duhet të marrim një vendim dhe duhet u themi Lukës dhe Andit. Si mund t'u shpjegojmë? Si mund t'u themi se kanë një vëlla që nuk e ka njohur kurrë dhe tani ai do të vijë të jetojë me ne? Nuk e di, pranova, por nuk kemi shumë kohë. Mira ka vetëm javë të mbetura. Ne ulemi në heshtje për një kohë të gjatë, secili i zhytur në mendimet e tij.
Situata ishte shumë më e komplikuar nga sa kishim menduar ndonjëherë. Nuk kishte zgjidhje të thjeshta, asnjë përgjigje të drejta. Përfundimisht, Marku foli. "Çfarë mendon ti? Çfarë dëshiron të bëjmë?" E shikova atë. Këtë burrë që kisha martuar 12 vjete më parë që kisha menduar se e njihja të rësisht. Ai ishte bërë një i huaj për mua këto javët e fundit. Por duke e parë tani, duke parë dhimbjen dhe konfuzionin në fytyrën e tij, kuptova se ai ishte po aq i humbur sa unë. Mendoj se, thash ngadalë, se duhet të bëjmë gjën e duhur për Arditin. Ai është i fajtoshëm në gjithë këtë. Ai është vetëm një djalë i vogël që po humb nënën e tij. Nëse ne jemi e vetmja gjë që qëndron midis tij dhe një jetë në sistemin e kujdestarisë, atëherë duhet ta marrim. Por ne, pyeti Marku, çfarë ndodh me ne, me martesën tonë? Nuk e di, thash me sinqeritet. Nuk e di nëse mund ta fali ndonjëherë për gënjeshtrat, për sekretet, por e di që nuk mund ta dënoj një fëmijë të pafajshëm për gabimet e të rriturve. Marku tundi kokën, lotët filluan të rrjedhin në faqet e tij. Nuk e meritoj këtë, tha ai. Nuk e meritoj dashmërinë tënde dhe mshurinë tënde, por të premtoj Elira që nëse na jep një shans, neve, kësaj familjeje, unë do të bëj gjithçka në fuqinë time për ta bërë këtë punë. Nuk ju përgjigja menjëherë. Në vend, u ngrita dhe shkova te dritarja, duke shikuar qytetin poshtë. Dielli po fillonte të perëndonte, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe roz. Ishte një pamje e bukur dhe për një moment lejova veten të shijoja atë. Duhet t'u themi djemve sonte, thash përfundimisht, pa u kthyer. Nuk mund ta shtyj më. Ajo mbrëmje ishte një nga më të vështirat e jetës sime. Pasi Luka dhe Andi mbaruan darkën dhe përfunduan detyrat e tyre të shtëpisë, Marku dhe unë i thyrëm në dhomën e ndenjës. Ata erdhën me entuziazëm, duke menduar se ndoshta do të kishim një natë lojrash familjare, ose do të shikonte një film. "Uluni djem", thash, duke u përpjekur të mbaja zërin e qetë dhe të qëndrueshëm. "Babai dhe unë duhet të flasim me ju për diçka të rëndësishme." Marku mohondi një vështrim, duke kërkuar mbështetje. Kisha rënë dakord se ai duhet të ishte ai që t'u thoshte, por tani ai duke i paralizuar nga frika. Mora një frymë të thellë dhe vazhdova. "Djem, babai juaj ka diçka për t'ju thënë, diçka që do t'ju befasoj dhe që mund t'ju bëj të ndiheni të hutuar ose edhe të zemëruar. Por dua që të dini se pavarësisht nga çfarë, ne ju duam shumë dhe asgjë nuk do ta ndryshoj këtë." Do të thotë, shpjegova but, se keni një vëlla që nuk e keni njohur. Emri i tij është Arditi dhe ai ka 8 vjeç, të njëjtën moshë me ty, Andi. Andi më shikoi, pastaj Markun, pastaj Lukën, sikur po priste që dikush t'i thoshte se kjo ishte një shaka. Një vëlla? Por si? Është i komplikuar, tha Marku, por gjëja e rëndësishme që duhet të dini është se Arditi ka qenë gjithmonë aty, por ne nuk ju a kemi përmendur deri tani, sepse situata ishte e vështirë. "Pse nuk na treguat?" pyeti Luka. Zëri i tij duke filluar të ngjitej. "Pse mbajtet sekreti?" "Sepse isha frikacak", pranoi Marku, "sepse nuk desha që familja jon të ndahej, sepse bëra një gabim dhe nuk dija si ta ndreqja." "Kjo nuk është e drejtë", thirri Luka, duke u ngritur në këmbë. "Ju na gënyet, gjithë këto vite ju na gënyet." "E di", tha Marku, zëri i tij duke u thyer. "Dhe jam shumë i penduar. Nëse do të mund ta ktheja kohën, por nuk mund", ndërpreu Luka. "Nuk mund ta bësh këtë. Kjo është e çmendur." Andi kishte filluar të qante. "Nuk kuptoj", tha ai nëpër lotët. "Pse kemi një vëlla që nuk e kemi njohur? Ku ka qenë ai?" "Ai ka jetuar me nënën e tij", shpjegova. "Por tani, nëna e tij është shumë e sëmurë. Ajo po vdes, Andi. Dhe kur ajo të vdes, Arditi nuk do të ketë askënd, kështu që ne do ta marrim atë për të jetuar me ne." "Çfarë?" thirri Luka. "Ai do të vi të jetojë këtu me ne?" "Po", thash. "Ai është vëlla i juaj dhe ai ka nevojë për ne." "Por unë nuk e dua", thirri Andi. "Nuk dua një vëlla tjetër. Dua vetëm mua dhe Lukën." Zemra ime u coptua duke parë dhimbjen në fytyrat e djemve të mi. Kjo ishte saktësisht ajo që kisha friksuar, që gabimet dhe sekretet e të rriturve do t'i lëndonin fëmijët tanë të pafajshëm. "E di që kjo është e vështirë", thash, duke ju afruar Andi dhe duke u përpjekur ta përqafoja. Ai më shtyu larg. "Nuk dua", thirri ai.
Nuk dua që ai të vi këtu. Luka ishte ulur përsëri, por trupi i tij ishte i tensionuar, gropat e duarve të shtrënguara. A i di gjyshja? Pyeti ai. A i din gjyshërit? A i din të gjithë përveç nesh? Jo, thash, askush nuk e di përveç nesh. Por ta t'u themi së shpiti. Pra tani, e gjithë familja do të di se babai ka tradhtuar, tha Luka me hidhësi. E gjithë shkolla do ta di, të gjithë do të mendojnë se jemi një familje e çmendur. Askush nuk do të mendojë diçka të tillë, u përpoq Marku, dhe nëse dikush e bën, nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që ne jemi një familje dhe se duhet ta ndihmojmë Arditin. Por ai nuk është familja jon, thirri Luka. Ai është një i huaj. Ai është vllai juaj gjysmak, thash me firmësi, dhe ai ka nevojë për ne. Imagjino si do të ndiheshe në vendin e tij, duke humbur nënën tënde dhe duke mos pasur askënd tjetër në botë. Kjo duke se arriti te Luka. Ai hesht për një moment duke përpunuar. Andi ende po qante, por qarja e tij po qetësohej gradualisht. Kur do të vi? Pyeti Luka përfundimisht. Nuk jemi të sigurt ende, thash. Varet nga sa kohë ka mbetur nëna e tij, por ndoshta brenda disa javësh. Kjo është shumë shpejt, murmuriti Luka. E di, thash, por nganjëherë jeta na jep situata që nuk jemi të përgatitur për to. Gjithçka që mund të bëjmë është të përpiqemi ta bëjmë më të mirën. Biseda vazhdoi për më shumë se një orë. Djemt bën pyetje, shprehën zemërimin dhe konfuzionin e tyre dhe ne u përgjigje me sa më shumë sinqeritet që mundëm. Ishte e dhimbshme dhe e vështirë, por dija se ishte nevojshme. Në fund, Luka tha diçka që më befasoi. A është i friksuar? Arditi pra, a është i friksuar për atë që po i ndodh nënës së tij? Po, thash. Mendoj se është shumë i friksuar. Luka tundi kokën ngadalë. Kjo duhet të jetë shumë e keqe për të. Ishte momenti i parë i empatisë që ai kishte treguar dhe më dha një shkëndijë shprese. Ndoshta, me kohë, djemt tan do të mund ta pranonin Arditin, ndoshta do të mund të bëheshin një familje vërtet. Atë natë, pasi djemt shkuan në shtrat, Marku dhe unë ulemi në dhomën e ndenjës, të dy të lodhur emocional. Kjo shkoi më mirë nga sa mendova, tha ai. Ata janë të tmerrsuar dhe të zemëruar, korrigjova. Por jo, mund të kish shkuar më keq. E lira, tha ai, duke u kthyer te unë. E di që nuk e meritoj, por a ka ndonjë shans që ne ta tejkalojmë këtë, që familja jon ta tejkalojë? E shikova për një kohë të gjatë. Nuk e di, thash me sinqeritet. Por do të mundohem. Për hir të djemve, për hir të Arditit. Do të mundohem. Ai tundi kokën, dhe për herë të parë që nga ajo natë në balkon, e pash duke buzëqeshur. Një buzëqeshje të vogël, të trishtueshme, por të sinqert. Kjo është gjithçka që mund të kërkoj. Javët e ardhshme kaluan në një errësirë. Organizuam një takim tjetër me Mirën dhe Arditin, këtë herë me Lukën dhe Andin. Doja që djemt të takonin vëllaun e tyre përpara se situata të bëhej edhe më e komplikuar. Mira dukej edhe më e dobët se në takimin ton të parë. Fytyra e saj kishte një ngjyrë gri të shëmtueshme dhe lëvizte me vështirësi, duke u mbështetur në Arditin për mbështetje. Djali po bëhej burr para kohe, duke mbartur një bar që asnjë 8 vjeçar nuk duhet të mbante. Ne u takuam në një park afër qendrës së qytetit. Kishte një kopsht lojrash ku fëmijët mund të luanin, ndërsa ne të rriturit flisnim. Mendova se do të ishte më e lehtë për djemt, nëse ata mund të bashkëvepronin në një mjedis të lirshëm, pa presionin e një tavoline në kafene. Luka dhe Andi ishin të heshtur gjatë gjithë udhëtimit. Andi kishte pyetur disa herë nëse duhet vërtet të shkonin, dhe Luka nuk ishte thënë pothuajse asgjë që nga mëngjesi. E dija se ata po luftonin me emocionet e tyre, duke u përpjekur të përpunonin këtë realitet të ri. Kur arritëm, i pash menjëherë. Mira ishte ulur në një stol e mbështjellur në një batanie, megjithse ishte një ditë e ngrohtë pranvere. Arditi qëndronte pranë saj, duart në xhepa, duke shikuar në tokë. Aty janë, thash duke treguar nga ata. Jeni gati? Luka mori një frym të thellë dhe tundi kokën. Andi kapi dorën time fort. Ndërsa u afruan, Arditi ngriti kokën. Për një moment, 3 djemt u përballën. Luka, Andi dhe Arditi, dhe mund ta shihja njohje në sytë e tyre. Ata dukeshin aq të ngjashëm,
Të tre kishin flokët e errët të kaçurel, sytë e mëdhenj kështenj, vetullat e gjëra. Ishte e qartë se ishin të lidhur, edhe nëse lidhja nuk ishte biologjike për Arditin. Përshëndetje Luka. Përshëndetje Andi, tha Mira me një zë të dobët. Jam kaq e lumtur që ju takoj. Luka murmuriti një përshëndetje, ndërsa Andi fshihej prapa meje. Arditi, tha Marku duke ulur brandjalit. Këta janë vëllezërit e tu. A dëshiron të thuash përshëndetje? Arditi i shikoi me kujdes, pastaj tha me një zë të vogël. Përshëndetje. Përse nuk shkoni të luani pak? Sugjerova duke treguar nga kopshti i lojrave. Ne të rriturit duhet të bisedojmë për disa gjëra të mërzitshme. Luka shikoi te unë pastaj te Arditi. Hajde, tha i përfundimisht, zëri i tij jo miqësor, por as armiqësor. Do të tregoj lojrat. Arditi shikoi te nëna e tij, e cila i bëri shenjë me kokën kurajuese. Ai shkoi me hezitim pas Lukës dhe Andit, tre djem duke ecur me largësi nga njëri tjetri. Ata do t'jenë mirë, tha Mira, duke më shikuar. Fëmijët janë më të fortë nga sa mendojmë. U ulëm në shtolim pranë saj, Marku nga njëra anë te unë nga ana tjetër. Për disa minuta askush nuk foli, shikuam djemt në kopshtin e lorave. Luka po i tregonte Arditit si të ngjitej në një strukturë, ndërsa Andi po luante vetëm në këmballëzat. Faleminderit që erdhët, tha Mira përfundimisht. E di se e vështirë është kjo për të gjithë. Si e duro ndjer, pyeta, edhe pse përgjigjja ishte e dukshme nga pamja e saj. Dhimbja është e keqe, pranoi ajo, por mjekët po më japin diçka për të. Gjë më e keqe është të dish që po iki kohës. Çdo ditë që zgjohem mendoj, sa më ka mbetur. Më vjen shumë keq, thash, dhe e thash sinqerisht. Pavarësisht nga gjithçka, kjo grua po vdiste dhe po linte pas një djalë që e donte thellësisht. Ka diçka që dua të ju them të dyve, tha Mira duke na shikuar. Diçka për të ardhmen. Çfarë? Pyeti Marku. Kam folur me një avokat, tha ajo. Kam rregulluar që kujdestaria e plotë e Arditit të kalojë te ti, Marku, pasi unë të vdes. Do të ketë disa dokumenta për të nënshkruar, por avokati do t'ju ndihmojë me gjithçka. Marku tundi kokën, fytyra e tij serioze. Do ta kujdesemi për të, premtoi ai. Do ta trajtojmë si tonin. E di, dhe ka diçka tjetër. Kam një letër për Arditin që do të hapet kur të jetë 16 vjeç. Në ato letër i them të vërtetën për biologjinë e tij. Mendon se duhet ta di? Pyeta. Mendon se meriton të di, tha ajo. Por jo tani. Tani ai ka nevojë për një baba dhe ti ai, Marku. Kur të jetë më i madh, kur të jetë mjaft i pjekur për ta kuptuar, atëherë mund të vendos vetë se çfarë do të bëjë me atë informacion. Çfarë nëse ai e urren për këtë, tha Marku? Çfarë nëse ndihet i tradhtuar? Atëherë do të merret me këtë, tha Mira thjesht. Por të paktën do të di të vërtetën. Sekretet ka një mënyrë për të dalë në sipërfaqe, dhe është më mirë që ai ta mësojë nga letra ime sesa nga ndonjë burim tjetër. Shikova djemt përsëri. Ata ishin ulur në një rrëshqitse, të tre në rresht. Luka po i tregonte diçka Arditit, duke treguar me duart e tij. Arditi po dëgjonte me vëmendje, dhe për herë të parë pash një buzëqeshje të vogël në fytyrën e tij. Ata do ta bëjnë këtë punë, thash, duke folur më shumë me veten time sesa me të tjerët. Në një mënyrë, ata do ta bëjnë këtë punë. Edhe ju, tha Mira, duke më shikuar. Ti dhe Marku. E di që gjërat janë të vështira tani, për shumë mënyrën se si shikoni njëri tjetrin. Keni diçka të fortë, diçka që mund të mbijetoj këtë. Nuk isha aq e sigurt, por nuk thash asgjë. Në vend kësaj, u ngrita. Do të shkoj të shikoj djemt, thash. Do t'ju lë të dy të bisedoni. Ndërsa u afrova kopshtit të lojrave, dëgjova zërat e djemve. Luka po i shpjegonte Arditit diçka për shkollën e tyre, duke i thënë se cilët mësues ishin të mirë dhe cilët ishin të rrept. Andi kishte dal nga guaska e tij dhe po tregonte për klasën e tij të futbollit. A luan futboll? Po e pyeste Andi Arditin. Pak, tha Arditi, por nuk jam shumë i mirë. Unë mund të mësoj, tha Andi me entuziazëm. Jam shumë i mirë në futboll. Jam sulmuesi në ekipin tim. Për herë të parë që nga gjithë kjo situatë filloi, ndjeva një pikë shprese. Ndoshta fëmijët,
me pafajësinë dhe aftësinë e tyre për të pranuar, do të mund ta kapërcenin këtë më lehtë se sa ne të rriturit. Kur u ktheva te stoli, Mira dhe Marku po flisnin me zë të ulët. Ndalova disa metra larg, duke mos dashur të ndërhyja. Do ta dua atë, po thoshte Marku. Do ta dua si djalin tim, pavarësisht nga gjithçka. Kjo është premtimi im ndaj teje. E di, tha Mira, duke qarë. Dhe për këtë jam përgjithmonë mirënjohëse. Gabova kur të gënjeva, Marku. Gabova kur të vendosa në këtë situatë. Por gjëja e vetme e mirë që doli nga gabimi im është se Arditi ka një baba që vërtet e do. Ju afrova dhe u ul përsëri pranë Mirës. Ata po bëhen miq, thash, duke treguar djemt. Ajo buzëqeshi nëpër lotët. Fëmijët janë mahnitës apo jo? Ata thjesht e pranojnë. Kaluam një orë tjetër në park. Djemt luajtën bashk. Hezitimi i tyre fillestar duke u zhdukur gradualisht. Deri në fund të vizitës, ata po qeshnin dhe po garonin të tre, duke vrapuar nëpër park si vëllezër të vërtet. Kur erdhi koha për t'u ndarë, Arditi erdhi te nëna e tij dhe përqafoi fort. Dua të rri më shumë, tha ai. E di zemra ime, tha Mira, duke i përkëthelur flokët, por do të shihemi shumë shpejt, premtoi. Ishte një premtim që të dy e dinim se nuk do të mund ta mbante për shumë kohë. Ndërsa larguam, Andi pyeti, kur do ta shohim përsëri Arditin? Shpejt, thash, shumë shpejt. Luka qëndroi i heshtur për pjesën më të madhe të udhëtimit në shtëpi, por sapo arritëm, ai më pyeti, "Mami, nëna Arditit vërtet po vdes?" "Po, zemër," thash. "Ajo është shumë e sëmur." "Kjo është e tmerrshme," tha ai, zëri i tij i mbushur me dhimbje. "Ai duhet të jetë shumë i trishtuar." "Është," konfirmova, "prandaj duhet të jemi të sjellshëm me të. Ai do të ketë nevojë për ne." Luka tundi kokën ngadalë. "Do të përpiqem," tha ai. "Do të përpiqem të jem një vëllai i mirë për të." Dhe në atë moment, dija se pavarësisht nga të gjitha gabimet, të gjitha sekretet, të gjitha gënjeshtrat, ne do ta bënim këtë punë. Si familje, ne do ta kapërcenim. Mira vdiq 2 javë më vonë. Ishte një mëngjes i hershëm korriku kur Marku mori telefonatën nga spitali. Unë isha në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin kur e pash fytyrën e tij të zbehej, ndërsa dëgjonte zërin në anën tjetër të linjës. "E kuptoj," po thoshte ai. "Po, një do të vi menjëherë. Faleminderit që na njoftuat." Kur mbylli telefonin, më shikoi me sy plot. "Ajo ka vdekur," tha thjesht. "Mira ka vdekur gjatë natës." Edhe pse e dinim se ishte e pashmangshme, lajmi ende erdhi si një gogjitje. Kjo ishte reale tani, nuk ishte më kthim mrapa, as një mundësi të fundit për të ndryshuar mendje. Arditi ishte yni tani. "Ku është ai?" pyeta. "Në spital ende," tha Marku, "me një infermiere. Ata po presin që ne të vim ta marrim. Duhet u themi djemve," thash. I gjetëm Lukën dhe Andin në dhomën e tyre, ende në pijame, duke luajtur me telefonat e tyre. Kur hyrë në dhomë, ata menjëherë pan shprehjet në fytyrat tona. "Çfarë ka ndodhur?" pyeti Luka. "Djem," fillova, duke ulur në skajin e shtраtit të Lukës. "Kemi lajme të trishtueshme. Nëna e Arditit ka vdekur sonte." Andi filloi të qaj menjëherë. Ai kishte një zemër të butë dhe ideja e dikujt që humbet nënën e tij e prek thellë. Luka duke i tronditur, sytë e tij të zgjeruar me pabesim. "Pra tani ai nuk ka më kë?" pyeti Luka. "Ka ne," thash me firmësi. "Ne jemi familja e tij tani. Dhe sot, babai dhe unë do të shkojmë të marrim nga spitali. Ai do të vi të jetoj me ne, duke filluar nga sot." "Sot?" përsëriti Andi. "Por ne nuk jemi gati." "E di që është shpejt," thash, "por Arditi ka nevojë për ne. Ai ka nevojë për një shtëpi dhe një familje. A mund t'ju mbështeten për ta ndihmuar dhe për ta bërë të ndihet i mirëpritur?" Të dy djemt tundën kokë, edhe pse mund të shihja frikën dhe pasigurinë në sytë e tyre. "Do t'jetë në rregull," u sigurova ata, megjithse nuk isha e sigurt nëse po siguroja ata apo vetveten. "Ne jemi një familje fort dhe do ta bëjmë këtë punë bashk." Marku dhe unë shkuam në spital vetëm. Djemt qëndruar me dritën, e cila kishte ardhur menjëherë kur I kishim telefonuar. Udhëtimi deri në spital ishte I heshtur dhe I rënd. Të dy po mendonin për Arditin. Një djalë 8 vjeçar që sapo kishte humbur nënën e tij dhe tani po përballej me perspektivën e jetesës me njerëz që sa kishte filluar t'i njihte. Na drejtuan në një dhomë pritjeje të vogël ku Arditi ishte ulur me një infermiere. Fytyra e tij ishte e zbehë dhe të fryrë nga qarjet, sytë e tij të kuq dhe bosh. Kur na pa,
u ngrit nga balë, trupi i tij i vogël duke dukur edhe më i vogël. Arditi, tha Marku, duke u përkulur përpara tij. Më vjen aq shumë keq për nënën tënde. Djali nuk tha asgjë. Thjesht rrëshqiti në krahët e Markut dhe filloi t'i qaj. Një qarje të thellë të trishtuar që vinte nga vetë shpirti i tij. Marku e mbajti, duke e përshpëritmër fjalë ngushëlluese, duke e lejuar atë të hidhte jashtë gjithë dhimbjen. Unë qëndrova pas, duke ndjer lotët e mia duke rrjedhur. Ky fëmijë i vogël kishte humbur gjithçka. Nëna e tij, stabiliteti i tij, bota e tij e njohur, dhe tani ne, pothuajse të huaj, ishim gjithçka që kishte mbetur. Pasi nënshkruam dokumentacionin e nevojshëm dhe morëm sendet e pakta që Mira kishte lënë për Arditin, u nisëm për në shtëpi. Arditi u ul në sedilen e pasme midis karrigës së bosh ku do të ulej zakonisht Andi, duke shikuar nga dritarja me një shprehje bosh. Luka dhe Andi janë shtëpi duke të pritur, i thash duke u kthyer për ta parë. Ata janë të emocionuar që ti do të jetosh me ne. Ai nuk u përgjigj. Vetëm vazhdoi të shikonte nga dritarja, i humbur në mendimet e tij. Kur arritëm në shtëpi, drita na pret dera me Lukën dhe Andin. Djemt dukeshin nervoz, duke mos u ditur si të vepronim. Por kur Arditi doli nga makina, Andi shkoi përpara. "Përshëndetje Arditi," tha ai. "Më vjen shumë keq për nënën tënde." Arditi e shikoi, pastaj tundi kokën. "Faleminderit. Do të ndajmë dhomën," vazhdoi Andi. "Unë dhe Luka kemi dhoma veçmas, por ne menduam se ndoshta ti nuk do doje të jesh vetëm natën e parë, kështu që ne vendosëm një shtrat shtesë në dhomën time. Ose mund të shkosh te Luka nëse dëshiron, ose mund të kesh dhomën time dhe unë mund të shkoj te Luka, çfarë do të dëshiron." Përpjekja e tij e sinqertë për ta bërë Arditin të ndihet mirë më preku zemrën. "Faleminderit," tha Arditi përsëri, zëri i tij pak më i fortë këtë herë. I morëm gjërat e tij brenda, një çantë e vogël me rroba dhe disa lodra. Ishte befasuese sa pak prona kishte. Gjithjeta e tij në një çantë të vetme. Luka e ndihmoi Arditin të vendoste gjërat në dhomën e Andit, duke i treguar ku mund të vendoste rrobat e tij dhe ku ishin të gjitha. Unë dhe Marku qëndruam në derë, duke i parë me kujdes. "A ke uri?" pyeti Luka. "Mami bën petullat më të mira, mund t'i bëj për drek nëse dëshiron." "Nuk kam shumë uri," tha Arditi. "Kjo është në rregull," tha Luka. "Po të vi uri më vonë, na thuaj." Pjesën tjetër të ditës, Arditi u bë kryesisht vetëm. Ai ul në dhomën e Andit, duke shfletuar nëpër libra pa në të vërtetë lexuar. Her pas here, dikush nga ne do të kontrollonte për të, duke ofruar ushqim ose pije ose thjesht shoqëri, por ai nuk donte asgjë. Natën, kur erdhi koha për t'u fjetë, ai filloi të panikohej. "Nuk mund të flo," tha ai, duke u dridhur. "Çdo herë që mbyll syt, e shoh nënën time." "Do të jem këtu," tha Andi, duke treguar shtratin e tij. "Drejt për drejt këtu nëse ke nevojë për diçka." "Dhe ne jemi në domën tjetër," shtova unë. "Vetëm një bërtas larg." Por edhe me këto sigurime, Arditi nuk mund të qetësohej. Ai qëndroi i zgjuar për orë të gjata, duke qarë në heshtir në errësirë. Mund ta dëgjoja nëpër mure dhe më theu zemrën. Rreth mesnatës, shkova në dhomën e tyre. Andi po flinte thellë, por Arditi ishte zgjuar, duke shikuar tavanin. "A mund të vi brenda?" pyeta but. Ai tundi kokën. Hyra dhe ula në skajin e shtratit të tij. "E di që kjo është e tmerrshme," thash. "E di që asgjë që mund të them nuk do ta bëj më të lehtë. Por dua që të dish se je i sigurt këtu, je i dashur këtu. Dhe edhe pse ne nuk mund ta zëvendësojmë nënën tënde, ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të qenë një familje për ty." Ai më shikoi, lotet po rrjedhin përsëri. Më mungonaj shumë, përshpëriti. "E di," thash, duke i zënë dorën. "Dhe do të vazhdosh ta mungosh. Por me kalimin e kohës, dhimbja do të bëhet pak më e lehtë për t'u mbajtur. Jo më e lehtë, por më e lehtë për t'u mbajtur." "Si e di?" pyeti ai.
Sepse kam humbur njerëz që i dashuroja gjithashtu, thash. Nëna ime, gjyshja jote, vdiq kur isha në moshën tënde, dhe për një kohë të gjatë mendova se kur nuk do t'isha mirë përsëri. Por u bëra, jo sepse e harrova ose ndalova smunguar, por sepse mësova se si t'jetoj me humbjen. Ai mendoi për këtë për një moment. A mendon se ajo është në qiell? Pyeti ai. Po, thash pa hezitim. Mendoj se është dhe mendoj se po të shikon dhe është krenar për djalin e saj të guximshëm. Ai më përqafoi atëre, këtë të huaj që sa kishte filluar të njihte, dhe unë e mbajta ndërsa ai qante. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi. Ai nuk ishte më fëmia i dikujt tjetër që po merrnin. Ai ishte djali im, njëri prej djemve të mi që kishte nevojë për mua. Muajt e parë me Arditin ishin sfidues në mënyra që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Ai ishte një fëmijë traumatizuar që po përpiqej të përshtatet me një familje të re, një shtëpi të re, një jetë të re. Kishte net kur nuk mund të flinte, ditë kur nuk donte të hante, momente kur mbyllej tërësisht. Por kishte edhe momente ndriçimi, kohë kur një buzëqeshje shfaqej në fytyrën e tij, kur qeshte me Lukën dhe Andin, kur e kapa duke e thirrur Markun baba pa u menduar. Shkolla filloi në shtator dhe kjo solli sfida të reja. Arditi do të ishte në të njëjtën klasë me Andin, gjë që kishte aspekte pozitive dhe negative. Nga njëra anë, Andi mund ta ndihmonte të lundronte në mjedisin e ri. Nga ana tjetër, Arditi kishte nevojë të zhvillonte identitetin e tij të pavarur, të mos ishte gjithmonë vëllai i Andit. Ti je pjesë e familjes son, korrigjova. Jo sepse të marrim, por sepse të duam. Dhe do të jesh gjithmonë pjesë e kësaj familjeje, pavarësisht nga çfarë. Ai më përqafoi fort. Të duam, mami. Të dua edhe unë, zemra ime, thash, duke mbajtur këtë djalë që kishte bërë familjen tonë të plot në një mënyrë që kur nuk e kisha imagjinuar. Jeta vazhdoi me një lloj normaliteti të ri. Dimri erdhi dhe shkoi, pastaj pranvera, dhe më pas vera e dytë sa kishte ardhur të jetonte me ne. Ai ishte tani 9 vjeç dhe transformimi ishte i jashtëzakonshëm. Ai qeshte lirshëm, luante me braktis dhe na kishte filluar të na thërriste Markun baba dhe mua mami në mënyrë të vazhdueshme. Martesore, duke punuar në çështjet e besimit dhe komunikimit. Nuk ishte lehtë, por po bënin progres. Një ditë në fund të gushtit, Marku erdhi në shtëpi me një zarf të vogël në dorë. Fytyra e tij ishte zbetë dhe tensionuar. "Çfarë është kjo?" pyeta. "Letra", tha ai. "Letra që Mjera la për Arditin. Avokati sapo ma dorëzoi. Thuhet se duhet të hapet kur Arditi të jetë 16 vjeç. Por ka edhe një letër për mua që mund ta lexoj tani." Zemra ime filloi të rrathe më shpejt. "Çfarë thot?" Ai hapi zarfin dhe nxori një letër me shkrimdore. Sytë e tij lëviznin nëpër fjalët dhe shpreha e tij bëi gjithnjë më e tronditur. "Çfarë?" kërkova. "Çfarë thot?" Ajo më tregon të vërtetën e plot," tha ai me një zë të trazuar. "Mira nuk kishte kancer." Mendova se kisha keq dëgjuar. "Çfarë? Por ne e pam, ajo ishte duke vdekur." "Jo," tha Marku, duke ulur në një karrige. "Ajo nuk kishte kancer. Ajo kishte një sëmundje tjetër. Një sëmundje që e trashëgoi dhe që e dinte se kishte që nga mosha e re. Ajo e dinte që të vdiste re, por nuk donte që Arditi ta dinte të vërtetën." "Pse do të gënjente për këtë?" pyeta, duke ulur pranë tij. "Sepse e vërteta ishte më e keqja," tha ai duke vazhduar të lexonte. "Sëmundja e saj është gjenetike, Huntington's disease, dhe ka një mundësi të 50% që Arditi ta ketë trashëguar." Bota filloi të rrotullohej. 50%. Përmbysi një monedhe. Djali ynë. Sepse ai ishte djali ynë tani, pavarësisht nga biologjia. Mund të kishte të njëjtën sëmundje që kishte marrë nënën e tij. "Ka më shumë," tha Marku, zëri i tij tani duke u thyer. Ajo shkruan se arsyeja që nuk donte që Arditi ta dinte ishte sepse donte që ai të kishte një fëmijëri normale, të mos jetonte në frikë
të mos ishte i përcaktuar nga kjo mundësi. Ajo donte që ai thjesht të ishte një fëmijë. Por ne duhet ta dim, thash. Ne duhet të jemi të përgatitur. Ajo thot se ekziston një test, por nuk rekomandohet për fëmijët. Shumica e familjeve presin derisa fëmia të jetë mjaft i madh për të vendosur vetë, zakonisht në moshën 18 vjeç ose më vonë. 7 vite të tjera, murmurita. 7 vite duke mos ditur. Ose, tha Marku, 7 vite kur ai thjesht të jetë një fëmijë i lumtur, ashtu siç dëshironte Mira. E kuptova atëherë pse Mira kishte zgjedhur të gënjente për kancerin. Huntington's disease ishte një dënim i frikshëm, një sëmundje që shkaktonte përkeqësim progresiv të aftësive fizike dhe mendore, zakonisht duke filluar në të 30-tat ose të 40-tet, dhe nuk kishte shërim. Çfarë duhet të bëjmë? Pyeta Markun. Marku më shikoi, lotat në sytë e tij. Nuk e di. Pjesa e menjë dëshiron ta testojmë menjëherë, për të ditur, për të përgatitur. Por pjesa tjetër mendon se Mira kishte të drejtë. Ai është vetëm 9 vjeç. Duhet të ketë mundësinë të jetë thjesht një fëmijë i lumtur. Por çfarë nëse ai e ka? Argumentova unë. Çfarë nëse ka gjëra që mund të bëjmë, trajtime që mund të ndihmojnë? Aktualisht nuk ka trajtim, tha Marku but. Vetëm menaxhimi i simptomave kur dhe nëse shfaqen, të dish ose të mos e dish, nuk ndryshon rezultatin. Ulemi në heshtje për një kohë të gjatë, të dy duke përpunuar këtë informacion të ri të tmerrshëm. Pasi mendonim se e dinim tërë të vërtetën, pasi mendonim se sekretet kishin mbaruar, na goditi me një tjetër, ky më i rënd se të gjithë. Duhet ta themi? Pyeta përfundimisht. Duhet ta themi Arditit? Jo, tha Marku vendimisht. Jo tani. Ai është shumë i vogël, por kur të jetë gati, kur të jetë mjaft i madh për ta kuptuar, atëherë do t'ja themi, dhe do t'jetë vendimi i tij nëse dëshiron të testohet. Tundëm kokën duke ditur se kishte të drejtë, por u ndjerr ende të merruar nga barra e këtij sekreti. Një sekret tjetër për të mbajtur. Por këtë herë nuk ishte për të mbrojtur ne vetë, ishte për të mbrojtur Arditin, për t'i dhënë disa vite të tjerë të pafajësisë, përpara se realiteti i mundshëm i frikshëm të mund të hyjë në jetën e tij. Ka edhe diçka tjetër në letër, tha Marku. Mira shkruan për babain biologjik të Arditit. Çfarë për të? Pyeta unë. Emri i tij është Dritan, dhe ai vdiq 3 vite pasi e braktisi Mirën. Aksident makine. Kështu që edhe nëse Arditi do të donte të kërkonte për të një ditë, nuk do të mund të gjente. Mira e dinte këtë? Pyeta unë. Po, konfirmoi Marku. Ajo e zbuloi pas disa vitesh, dhe tha se ndjej një lloj paqe duke ditur që Arditi kurrë nuk do të kishte mundësinë të zhgënjehej nga ai, që i vetmi baba që ai do të njihte kurrë do t'isha unë. Zemra ime u mbush me një përzierje komplekse emocionesh, dhe më shuri për Mirën, që kishte përballuar aq shumë vetëm. Dhimbje për Driton, që kishte vdekur pa e ditur ndonjëherë për birin që kishte braktisur, dhe një lloj mirënjohjeje të çuditshme që Arditi kur nuk do të duhej të përballej me refuzimin e babait të tij biologjik. Ajo më shkruan diçka në fund, tha Marku, zëri i tij duke u bërë i emocionuar. Ajo thot: Marku, nuk ishe babai që Arditi meritonte. Ishe babai që ai kishte nevojë. Faleminderit që pranove këtë rol, edhe kur nuk e dije tërë të vërtetën. Faleminderit që e ame dhe e mbrojte djalin tim. Ai është fati më i madh i jetës sime, dhe duke ditur se ai është me ty, më jep paqen që kam nevojë për të shkuar. Marku filloi të qaj atëherë, përmbajtur më parë, por tani lirshëm, dhe unë qava me të, për Mirën dhe për Arditin, për të gjitha sekretet dhe gënjeshtrat, por gjithashtu për dashurinë që kishte dalë nga gjitha ajo kaos. Atë mbrëmje, pasi djemët shkuan në shtrat, Marku dhe unë ulemi në balkonin ton. Të njëjtin balkon ku ai më kishte thënë sekretin e parë, mbi një vit më parë. Por gjithçka ishte ndryshuar që atëherë. Ne ishim ndryshuar. A pendohesh? Pyetja ai papritur. A pendohesh që pranove Arditin? Që na dhe një shans? E shikova në errësirë. Jo, thash, dhe e thash me të gjithë zemër. Ka qenë e vështirë, dhe jam e sigurt se do të jetë edhe më e vështirë me këtë informacion të ri.
Por Arditi, ai ka sjell diçka në familjen tonë që nuk e dija se na mungonte. Ai na ka mësuar se si të duash pa kushte, se si të falësh, se si të fillojmë përsëri. Ai na ka dhuruar një familje, ra dakord Marku. Jo, korrigjova unë, ne gjithmonë kemi qenë një familje, por ai na ka bërë një familje më të mirë. Në javët që pasuan, jetova me peshën e këtij sekreti të ri. Çdo herë që shikoja Arditin, duke qeshur me vëllezërit e tij, duke luajtur futboll në obor, duke bërë detyrat e shtëpisë në tryezën e kuzhinës, mendoja për të ardhmen e tij të panjohur. A do të ishte një nga fatbartët që nuk e trashëgoi sëmundjen, apo a do të ishte një nga ata që do ta barte? Por pastaj kujtova fjalët e Mirës. Ajo donte që ai thjesht të ishte një fëmijë, dhe kështu vendosa ta shikoja atë me këtë mënyrë. Jo si një fëmijë me një të ardhme potenciale tragjike, por thjesht si djalin tim që meritonte çdo moment lumturie që mund t'i ofronim. Një mbrëmje në nëntor, rreth 2 vite pasi Arditi kishte ardhur të jetoni me ne, po ishim duke darkuar, kur ai tha diçka që më befasoi. "Mami, a mund të flas me ty për diçka?" pyetja ai. "Sigurisht, zemër, për çfarë?" "Në shkollë sot ne ishim duke folur për familjet, dhe dikush pyeti nëse unë isha i adoptuar dhe nuk dija çfarë të thoja." Zemra ime u ngri. Ne kurrë nuk ishim përdorur termin adoptim në mënyrë formale, megjithëse kisha menduar të filloja procesin ligjor. "Çfarë the?" pyeta. "I thash se jo, se ti ishe mami im dhe babai ishte babai im", tha ai. Por pastaj i tha se si mund të ishte kjo e vërtet kur unë kam jetuar me nënën time të vërtet derisa ajo vdiq? Të gjithë tjerët në tryezë heshtën. Luka dhe Andi po shikonin në kujdes, të dyshimt se si të përballoheshin me këtë. "Çfarë mendon ti?" pyeta, duke u përpjekur të jap kohë për të menduar. "Si ndihesh për të?" Ai mendoi për një moment. "Mendoj", tha ai ngadalë, "se nëna ime, ajo që më lindi, do të jetë gjithmonë nëna ime vërtet. Por ti je gjithashtu nëna ime vërtet, sepse ti je ajo që më kujdeset tani. A është kjo e mundur? Të kesh 2 nëna të vërteta?" Lotet filluan të rrjedhin në faqet e mia përpara se të mund t'i ndaloja. "Po", arrita të them, "mendoj se është plotësisht e mundur. Njerëzit mund të kenë më shumë se një person që i do dhe i kujdeset për ta. Kjo nuk e bën njërin më pak të vërtet se tjetri." "Kështu që unë kam 2 mami", tha ai, duke buzëqeshur. "Ajo që më ka pasur dhe ti që më ke tani." "Saktësisht", thash, duke u përpjekur të mos qaja më shumë. "Kjo është mjaft e fortë", tha Andi me admirim. "Unë kam vetëm një mami." "Por ti je fat", tha Arditi, duke i buzëqeshur vëllait të tij, "sepse nuk e ke humbur asnjëherë nënën tënde." Thjeshtësia me të cilën e tha këtë, duke pranuar dhimbjen e tij, por gjithashtu duke njohur fatin, më tregoi se sa kishte rritur. Ky djalë që kishte ardhur te ne aq që dëmtuar dhe i humbur, ishte bërë i fortë dhe i urtë përtej viteve të tij. Atë natë, pasi Arditi shkoi në shtrat, ai më thirri përsëri në dhomë. "Mami?" tha ai, duke përdorur emrin që më këdha gjithnjë më shpesh kohët e fundit. "Po zemër?" "Faleminderit", tha ai thjesht. "Për çfarë?" pyeta, duke ulur në skajin e shtratit të tij. "Për gjithçka", tha ai, "për marrjen time, për dashurinë time, për bërjen time pjesë e familjes suaj." "Ti je pjesë e familjes son", korrigjova. "Jo sepse të marrim, por sepse të duam dhe do të jesh gjithmonë pjesë e kësaj familjeje, pavarësisht nga çfarë." Ai mendoi për këtë. Ndonjëherë jeta të godet kur më pak e pret. Mendon se një personi me cilin ndan shtëpinë, ëndrat dhe sekretet më intime, por pastaj diçka ndodh që të trondit themelet e gjithçkaje që ke besuar. Kjo ishte historia ime, një histori që filloi me një pohim shokues dhe përfundoi me një zbulim që ndryshoi gjithçka. Kohës i mungon të ndaloj për askënd, as për ata që janë të lumtur, as për ata që mbartin barra të rënda. Vitet kaluan me një shpejtësi që më befasoi. Arditi u bë 10, pastaj 11, pastaj 12. Luka shkoi në shkollën e mesme, pastaj në universitet. Andi dhe Arditi, që kishin qenë gjithmonë të pandashëm, u bën edhe më të afërt ndërsa rriteshin. Martesa ime me Markun ishte shëruar, jo plotësisht, dyshoj se disa plak kur nuk mbyllen tërësisht, por mjaft që ne kishim gjetur një lloj paqe të re me njëri tjetrin. Kishim mësuar se si të komunikonim më mirë,
si të besonin përsëri, si të ndërtonim diçka të re mbi gërmadhën e asaj që ishte thyer. Çdo vit që kalonte, sekreti i fundit, sekreti i sëmundjes së mundshme të Arditit peshon më rand. Në çdo kontroll mjekësor, në çdo herë që Arditi ankoi për dhimbje koke ose dukej paksa i pakoordinuar, zemra ime ndalej. Ai ishte kjo, ai ishim simptoma të hershme. Për mjekët kujdestar të Arditit, të cilëve ua kishim treguar në fshehtësi për rrezikun, na siguruan se Huntington's disease rrallë shfaqej para se dikush ishte në të 20 vjeçin e tyre dhe më shpesh në të 30-tat ose të 40-tat. Arditi ishte ende shumë i ri për të treguar ndonjë shenjë. Kur Arditi arriti në moshën 15 vjeç, fillova të mendoj seriozisht se kur duhet ta tregoja. Letra e Mirës thoshte 16, por a ishte kjo i re shumë? A duhet të priste derisa të ishte 18, ligjërisht e dallët, apo edhe më vonë? Një ditë në fund të dhjetorit, pak para festave të fundvitit, Arditi erdhi në shtëpi nga shkolla me një shprehje të shqetësuar. Ai ul në kuzhinë ku unë isha duke përgatitur darkën dhe tha: "Mami, dua të flas për nënën time." Vitet e kaluara kur ai ngrinte temën e Mirës ishin bërë më të rralla, por ato ende ndodhnin. Çdo vit nëpër vjetorin e vdekjes së saj, ne i vizitonim varrin e saj. Vendosnim lule dhe ndanim kujtima. Arditi fliste për të me dashuri dhe mallëngjim, por pa dhimbjen gjithëpërfshirëse që e kishte karakterizuar në fillim. "Sigurisht," thash, duke fikur sobën dhe duke ulur përballë tij. "Çfarë për të?" "Në shkollë sot kemi pasur një mësim biologjie për gjenetikën," shpjegoi ai. "Dhe mësuesja po fliste për smundje gjenetike, gjëra që mund të kalojnë nga prindrit e fëmijët." Dhe fillova të mendoj, prej çfarë vdiq nëna ime? Stomaku i më ngrit. Kjo ishte momenti që kisha friksuar dhe pritur për 6 vjet. Por pse po pyet tani? Pyeta Bluerimko. Sepse kur nuk më keni thënë, tha ai duke më shikuar drejt për drejt në sy. Kur isha e vogël më thatë se ajo ishte shumë e sëmur, dhe e pranoja këtë. Por tani jam më i madh, dua të di të vërtetën. Mora një frym të thellë. Dua të presim për babain të vinë në shtëpi, thash. Kjo është diçka që duhet ju themi të dy. Shqetësimi në fytyrën e tij u thelluma. A është diçka e keqe? Është diçka e rëndësishme, thash me kujdes. Dhe dua që babai të jetë këtu kur ta diskutojmë. Orët derisa Marku arriti në shtëpi ishin të gjata. Arditi u tërhoq në dhomën e tij, ndoshta duke kërkuar përgjigje në internet ose thjesht duke u shqetësuar. Luka ishte në universitet, por Andi ishte në shtëpi. Dhe kur e informova për atë që po vinte, ai pyeti nëse duhet i ishte i pranishëm. "Po," thash, "ti e vëllai i ti, duhet ta dish edhe ti." Kur Marku arriti në shtëpi, e informova shpejt. Fytyra e tij u zbeh, por ai tundi kokën. "Është koha," tha ai. "Ai është mjaft i madh tani." I thërritëm Arditin dhe Andi në dhomën e ndenjës. Dy djemë të ulen në kanape, duke të shqetësuar për kureshtar. Marku dhe unë ulemi përballë tyre. "Arditi, ti pyete për sëmundjen e nënës sate," fillova, "dhe ke të drejtë të dish të vërtetën. Por është një vërtetë e komplikuar dhe potencialisht e frikshme, dhe duam që të dish se, pavarësisht nga çfarë, ne jemi këtu për ty." "Po më friksoni," tha ai. "E di," thash, "dhe më vjen keq, por kjo është e rëndësishme." Mora një frym të thellë. "Nëna jote nuk kishte kancer, siç të kishim thënë. Ajo kishte një sëmundje që quhet Huntington's disease. Është një sëmundje gjenetike që prek sistemin nervor dhe shkakton përkeqësim progresiv të aftësive fizike e mendore." Arditi po më dëgjonte me vëmendje, duke përpunuar çdo fjalë. "Dhe ajo vdiq nga kjo?" "Po," konfirmova. "Dhe ka diçka tjetër që duhet të dish. Huntington's është një sëmundje gjenetike autosomale dominante, që do thotë se nëse një prind e ka, çdo fëmijë ka një shans 50 për ta trashëguar." E pash momentin kur e kuptoj. Sytë e tij u zgjeruan, fytyra e tij u zbeh. Do të thotë se unë mund ta kem?" "Po," tha Marku but. "Ka një mundësi 50 për ta trashëguar, por gjithashtu ka një mundësi 50 për të mos e trashëguar." Shtova shpejt, është si të hedhësh një monedhë. Arditi u ngrit papritur dhe filloi të ecte në përdhom. "Kjo është arsyeja që nuk më thatë," tha ai, zëri i tij duke u ngritur. "Kjo është arsyeja që gënjyet për kancerin." "Nëna jote dëshironte që ti të kesh një fëmijëri normale," shpjegova. "Ajo nuk donte që ti të rritesh duke jetuar në frikë nga kjo sëmundje. Ajo donte që ti thjesht të jesh një fëmijë." "Por unë meritoja të dija," thirrja ai. "Kjo është trupi im, jeta ime. Si mund të më mbani këtë sekret?" "Sepse nëna jote na kërkoi," tha Marku. "Ajo la një letër që jepte udhëzime të qarta. Ne duhet të presnim derisa të ishe 16, por ti pyete,
dhe nuk mund të gënjesha më. Andi, që kishte qenë i heshtur deri tani, foli. A ka diçka që mund të bësh? Një test ose diçka? Po, thash. Ka një test gjenetik që mund të tregojë nëse Arditi ka gjenin apo jo, por është një vendim shumë personal. Disa njerëz duan të dinë, të tjerë preferojnë të mos dinë. Pse nuk do të doje të dish? Pyeti Andi. Sepse nëse rezulton pozitiv, do të thotë se e di që do të sëmuresh një ditë, shpjegova. Dhe kjo njohja mund të jetë shumë e rëndë për tu mbajtur, veçanërisht kur nuk ka shërim aktualisht. Disa njerëz preferojnë të jetojnë jetën e tyre pak të barë, duke shpresuar për më të mirën. Arditi ndaloi së ecuri dhe më shikoi, lotet në sytë e tij. Dhe nëse nuk e bëj testin? Atëherë jeton me pasiguri, thash me sinqeritet. Por gjithashtu jeton me shpresë. Çdo ditë që kalon pa simptoma është një ditë ku mund të jesh një nga fatbardhët që nuk e ka. Ai ul përsëri, kokën e tij në duar. Nuk e di çfarë të bëj. Nuk duhet të vendosesh tani, tha Marku. Ky është një vendim i madh që kërkon kohë. Dhe pavarësisht nga çfarë vendosësh, të testohesh ose jo, ne do të jemi këtu për ty. A është kjo arsyeja që më trajtuat gjithmonë kaq delikatesht? Pyeti Arditi papritur. A ishte për shkak se mendonit se isha i brisht, që mund të kisha këtë sëmundje? Jo, thash me frymësi. Të trajtua me dashuri sepse je djali ynë. Sekreti nuk ndryshoi ndjenjat tona për ty, Arditi. Nëse diçka na bëri të çmojmë çdo moment me ty, edhe më shumë. Ai ngriti kokën dhe më shikoi, lotet në sytë e tij. Kam frikë. E di, thash, duke shkuar pranë tij dhe duke e përqafuar. Edhe un kam frikë, por frika nuk do të na kontrollojë. Ne do ta përballojmë këtë bashk si familje. Andi erdhi dhe u bashkua me përqafimin, duke i vënë dorën në shpatullën e vëllait të tij. Çfarëdo që ndodh, tha ai, je vëllai im dhe do të jem këtu për ty. Atë natë ishte i gjatë dhe plot me pyetje. Arditi donte të dinte gjithçka, si funksiononte sëmundja, cilat ishin simptomat, sa kohë jetonin njerëzit pas diagnozës, çfarë kërkimi po bëj për trajtim. I përligjam çdo pyetje me sa më shumë sinqeritet që mundëm, edhe kur të vërtetat ishin të dhimbshme. Në javët që pasuan, Arditi kalon nëpër një gamë emocionesh, zemërim, frikë, mohim, pranimin. Ka ditë kur duke plotësisht normal, duke luajtur me Andin dhe duke bërë detyrat e shtëpisë, dhe ka ditë kur mbyllej në dhomën e tij, duke mos dëshiruar të fliste me askënd. Ne gjetëm një psikolog që specializohej në këshillim gjenetik, dhe Arditi filloi të shkonte rregullisht. Kjo ndihmoi, por dija se ky ishte një udhëtim që do të zgjaste për gjithë jetën e tij. Një mbrëmje në shkurt, rreth 2 muaj pasi i kishim thënë të vërtetën, Arditi erdhi te unë ndërsa po gatoja darkë. Mami, tha ai, ka menduar shumë për testin. Zemra ime filloi të rrahte më shpejt. Dhe nuk dua ta bëj, tha ai. Jo tani të paktën. Ndoshta kur të jem më i madh, kur të jem gati për të formuar një familje dhe duhet marr vendime për fëmijët e mi, por tani thjesht dua të jem 15 vjeç. Ndjeva një lehtësim të thellë. Mendoj se është një vendim i mençur, thash, dhe di që nëna jote do të ishte krenar për maturinë tënde. Më mungon, tha i but. Edhe pse kam ty tani, ajo ende më mungon. E di, thash, duke e përqafuar. Dhe është e mirë ta mungosh. Dashurinë që ke për të nuk do ta zëvendësoj kur dashuria që ke për mua dhe anasjelltas. Zemra ka dhomë për të dyja. Faleminderit që ma tregove të vërtetën, tha ai. E di që ishte e vështirë, por preferoj ta di se sa të mos e di. Dhe në atë moment, dija se kishim bërë gjën e duhur. Jo duke ja thënë kur ishte 8, kur do të ishte shumë e rëndë për ta mbajtur, por duke pritur derisa ishte mjaft i madh për ta kuptuar, për ta procesuar, për të marrë vendimet e tij. Koha vazhdon të rrjedh, duke sjellë me vete ndryshime që as nuk mund t'i imagjinonim. Luka u martua me një vajzë të mrekullueshme që kishte takuar në universitet dhe tani kishte një vajzë të vogël, barnipja ime e parë. Andi shkoi në universitet për të studiuar mjeksi, i frymëzuar pjesërisht nga udhëtimi i familjes son me Arditin. Dhe Arditi u rit në një të ri të mrekullueshëm. Ai ishte tani 31 vjeç, i martuar me një grua të mrekullueshme që e dinte për rrezikun gjenetik të tij dhe e donte shumë mirë si për të. Gjithsesi, ata kishin vendosur të mos kishin fëmijë biologjik, por ishin në proces për të adoptuar. Dhe mrekullia e të gjitha mrekullive, Arditi nuk ishte treguar asnjë simptom të Huntington's disease.
Ai kishte vendosur në moshën 25 të bënte testin dhe kishte dalë negativ. Ai nuk e kishte trashëguar gjenin. Ai ishte i lirë. Kur na tha lajmin, e gjithë familja qau, lot gëzimi, lehtësimi, mirënjohjeje. Pas 16 viteve të jetesës me ato pasiguri, përfundimisht dinim, djali ynë do të jetonte një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Por kjo histori nuk është vërtet për testin ose për smundjen. Është për familjen që u ndërtua nga gënjeshtra dhe sekretet, por që përfundimisht u mbajt së bashku nga dashuria dhe e vërteta. Ishte një ditë e ngrohtë gushti kur gjithë familja u mblot për një piknik në parqet, të njëjtin park ku Arditi kishte takuar për herë të parë Lukën dhe Andin 16 vite më parë. Luka ishte atje me gruan dhe vajzën e tij. Andi kishte sjellë të dashurin e tij të re, dhe Arditi kishte ardhur me gruan e tij dhe me dokumentet e adoptimit që sapo kishin përfunduar. Ata do të merrnin një vajzë të vogël 5 vjeçare që kishte nevojë për një shtëpi. Ndërsa e shikoja të gjithë së bashku, duke qartë dhe duke luajtur, ndjeva dorën e Markut duke kapur timen. A e besonin ndonjëherë se do të mbrinim këtu? Pyeti ai. Mendova për atë natë në balkon 18 vite më parë, kur ai më kishte thënë se kishte një fëmijë tjetër. Mendova për dhimbjen, tradhtin, gënjeshtra, por pastaj mendova për gjithçka që kishte ardhur pas, dashuria, falja, familja që ishin bërë. Jo, pranova, por jam e lumtur që mbërritëm. Arditi erdhi te ne duke mbajtur fotografinë e vajzës që ata do ta adoptonin. Dua t'ju tregoj, tha ai duke na treguar foton. Ky është Mira. E emëruam sipas nënës sime. Zemra ime u mbush. Ajo është e bukur, thash, duke studiuar fytyrën e vogël në fotografi. Një vajzë me sy të mëdhenj kështenj dhe një buzëqeshje të matur. Ajo ka humbur të dy prindrit e saj në një aksident, shpjegoi Arditi. Dhe ka qenë në kujdestari për 2 vite. Kur lexova historinë e saj, ndjeva një lidhje. Kuptoj se si është të humbasësh prindrit, të ndihesh i humbur dhe i friksuar, dhe mendoj se nëna ime do të donte që unë ta ndihmoja një fëmijë tjetër në atë situatë. Mira e vërtet do të ishte krenare jashtëzakonisht, thash, duke përqafuar djalin tim. Faleminderit, tha ai, duke më shikuar në sy. Për gjithçka, për marrjen time kur nuk kisha arsye, për dashurinë time kur nuk e meritoje, për bërjen time në burrin që jam sot. Ti gjithmonë e meritoje, korrigjova. Që nga momenti i parë, ti e meritove të gjithë dashurinë që mund të t'jepnim. Më vonë atë ditë, ndërsa dielli po fillonte të perëndonte dhe fëmijët po lodheshin, gjithë familja ul në një rreth të matë në bar. Luka filloi të tregonte një histori për diçka që kishte ndodhur në punë, dhe të gjithë të tjerë dëgjonin, duke qeshur në vendet e duhura. I shikova të gjithë. 3 djemtë e mi, të rritur tani me familjet e tyre. Marku, burri im, që kishte bërë gabime, por gjithashtu kishte mësuar nga ato. Dhe mua, që kisha zgjedhur dashurinë në vend të zemërimit, falje në vend të hidhërimit. Për çfarë po mendon? Më pyeti Marku but. Po mendoj, thash, se jeta na jep nganjëherë sekretet më të errta dhe gënjeshtrat më të dhimbshme. Por gjithashtu, na jep mundësinë për të zgjedhur se si ti përgjigjemi. Ne mund të zgjedhim të coptohemi, ose mund të zgjedhim të ndërtojmë diçka të re dhe të bukur nga copat. Dhe ne zgjodhëm bukurinë, tha ai, duke më buzëqeshur. Po, rëndiha dakord. Ne zgjodhëm bukurinë. Pasi kisha shkuar në shtrata atë mbrëmje, pasi gjithë familja kishte shkuar dhe shtëpia ishte e qetë, shkova në dhomën time të punës. Në sirtarin e sipërm të tavolinës time, e mbajtur të sigurt për të gjitha këto vite, ishte letra origjinale që Mira kishte lënë për Arditin, ajo që duhet të hapej kur ai ishte 16. Ai nuk e kishte hapur kur i kishim dhënë në ditëlindjen e tij të 16. Ai e kishte mbajtur për një kohë të gjatë, duke përpunuar peshën e saj. Pastaj kishte thënë: "Nuk jam gati. Jo ende." Dhe kështu letra kishte mbetur e pahapur për 15 vite. Por tani, me mbesin e tij që po vinte, me jetën e tij që po bëhej plotësisht e tij, ndoshta ishte koha. E mora dhe shkova në dhomën e ndenjës, ku Marku po lexonte. Mendoj se duhet t'i japim këtë përsëri Arditit, thash, duke mbajtur zarfin. Marku e shikoi dhe tundi kokën. Mendoj se ke të drejtë. Ai është gati tani.
Kështu që ditën e ardhshme, kur Arditi erdhi për darkë, I dhash zarfin. E di që ta dhash këtë shumë vite më parë, thash, por ti nuk ishe gati. A je gati tani? A I mori zarfi me duar që dridhen lehtësisht. Mendoj se po. Ne lam vetëm të lexonte. A I ul në balkonin ton, të njëjtin balkon ku kaq shumë nga kjo histori kishte zhvilluar dhe hapi me kujdes zarfin. Një orë më vonë, ai erdhi brenda. Fytyra I tij e njon nga lotët, por gjithashtu duke buzëqeshur. Çfarë shkruante? Pyeta but. Ajo më tregoi se sa më dashuronte, tha ai. Ajo shpjegoi pse bëri zgjedhjet që bëri, pse më gënjeu për kancerin, pse kërkoi që babari të ishte pjesë e jetës sime, pse dëshironte që unë të kisha një familje pas saj. Dhe në fund, ajo shkroi diçka që kurrë nuk do ta haroj. Çfarë? Pyeta. Ajo shkroi: Arditi im I dashur, kur lexon këtë, ti do të jesh një burr I ri duke filluar jetën tënde, dhe dua që të dish se çdo vendim që kam marrë, çdo sekreti që kam mbajtur, ishte me një qëllim, për të dhënë jetën më të mirë të mundshme. Marku nuk është babai yt biologjik, por ai është babai yt në çdo mënyrë që ka rëndësi. Elira nuk është nëna jote biologjike, por ajo është nëna jote në çdo mënyrë që ka rëndësi. Ata të zgjodhën djalim, jo sepse duhej, por sepse deshën, dhe kjo është forma më e pastër e dashurisë. Kështu që jeto jetën tënde me guxim, duaj pa kushte dhe mos lejo kurrë frikës t'i diktoj zgjedhjet tuaja. Ti je djali im, pasuria ime më e madhe dhe dashuria ime e përjetshme. Ne të gjithë çavam atëherë, për mirën, për udhëtimin që kishim marrë, për familjen që ishim bërë. Ajo kishte të drejtë, tha Arditi, duke na shikuar. Ju më zgjodhet, dhe unë ju zgjedh edhe unë. Çdo ditë ju zgjedh të jeni familja ime. Dhe në atë moment, e dija se pavarësisht nga të gjitha sekretet, të gjitha gënjeshtrat, të gjitha dhimbjen që kishte sjell kjo histori, kjo kishte qenë gjithashtu një histori dashurie. Dashuria që triumfon mbi tradhtin, dashuria që zgjat faljen, dashuria që ndërton familje jo nga gjaku, por nga zgjedhja. Burri im më kishte thënë, kam një fëmijë tjetër, dhe kjo deklarate thjesht kishte shkatruar botën time. Por ajo që ai nuk e dinte, që asnjëri prej nesh nuk e dinte, ishte se ajo deklarat do të rindërtonte gjithashtu botën tonë në diçka më të fortë, më të bukur, më të vërtetë. E vërteta ishte vërtet më e rëndë se ajo që mendova në fillim, por ajo gjithashtu ishte më e bukur, sepse e vërteta nuk ishte vetëm për sekretet e gënjeshtrat. E vërteta ishte për dashurinë që mund të mbijetoj gjithçka, për familjet që zgjedhim dhe për fuqinë shëruese të faljes. Dhe kjo, përfundimisht, ishte historia ime, historia jon. Jo perfekte, por e vërteta, jo pa dhimbje, por plot me dashuri. Jo perfekte, por e jona. Dhe nuk do ta ndryshoja për asgjë në botë.